Dakor, diskutim. Nuk e kam pyetje. Është e kotë, tash ndrojmë pyetje. Se në fakt pyetje e kisha, po do të dilte pyetje retorike. Personi që nis mesazhet është gazetar, vazhdon insiston për gjitha informacionet që ashtu thot po, nuk kam punë me të. Po flasim për Komisionin e Prokurimit Publik si institucion. Kur të vini këtu që të kërkoni vot besimin ton, sigurisht do merrem edhe me këto që thot. Shqetësimi që un kam, ne mas kësaj seance dëgjimore do të përgatitemi, do të bëjmë një rezolut. Ju lëm ca detyra siç u kanë lënë herës tjetër dhe pastaj. Raportin e vjetor të vitit 2025 unë nuk shoh që ju të keni një shqetësim në lidhje me çfarë ka ndodhur, çfarë ndodh me prokurimet publike, zhdukara qeveria, sheshi plot, Balluku në burg, Rama në burg, jep dorëheqjen për shkak të prokurimeve publike. Për shkak do më krijosh pak qetësinë? Po, qetësi, po do të jesh edhe racional. Racionalitetin e di unë. Po. Është koha ime, vendos qetësinë këtu, përfshi edhe të ftuarve. Sqaroja që këtu janë për të dhënë llogari, jo për të bërë debat. Në gjithë këtë raport nuk shohun asnjë shqetësim, që thuhet, ora shikojmë fali minutë. Kuadri ligjor nuk është i plotë. Ne jemi këtu për prokurimet publike, dhe me prokurimet publike bëhet gjitha çfarë u tha zoti Bylik-Bash. Më të marrim, a ka mundësi me zoti Tërnova, të lutem. Zoti Tërnova. Të lutem. A ka mundësi më? Të lutem, kur ta merrni fjalën, ngjoje. Kur ta merrni fjalën, i jepni qëndrimin tuaj. Në raportin që bëni nuk ka asnjë shqetësim, nuk ndjeni shqetësim për çfarë ndodh për çfarë ka ndodhur me prokurimet publike. Se si mafia ka fut kthetrat aty, se si e ndron e dy fishon me herë. Nga i zyrë private këtu në Tiranë ke bloku. Dy fishon tenderin, akomodon të gjithë, ta ndanë 14 lote, 900 metra rrugë mes Tiranës, 22.5 milion euro metrin katror, kilometrin. Çlimin e asaj, të dilë në përgjime. Po shefe thot, e kemi bërë, e kemi ndarë në mënyrë që akomodojmë të gjithë. Në fund fare, po të kisha qenë drejtuesa, punojnë si këtij institucion, dhe fali minut. Kuadrin ligjor kemi këtë, kemi gjithçka vin me ankesa me këtu prap lëviz ka puna. E lëviz ka me miliarda. Një shqetësim këtu duhet të jetë, për këtë punë vim, se rëm gjithë bashkë me në gjohë. Në qoftë se na dhimbë se gjëja e shtetit dhe parja publike. Nuk mjafton kuadri ligjor që kemi, nuk mjaftojnë kompetencat që kemi, mënyra si funksionojmë është e pamjaftueshme për të kapë që ka gjetë spaku. Se keni këtë shqetësim? Përkundrazi, raporti është i mrekullueshëm, kemi bërë të vazhdoni komunikoni në mënyrë të përditshme me italianët, me këtë që merrni eksperjencat se çfarë në fund fare, realiteti është ky që thot spaku. Që del në përgjime. Se keni këtë shqetësim? Ky është problemi. Ne do të miratojmë një rezolut me ca shqetësime që kanë qenë në 2024-ën. Dhe do i bëjmë 2026-ën për 2025-ën. Shqetësimet reale të asaj që ka opinioni publik nuk ekzistojnë këtë raport. Minimalisht unë do të kisha pritur. Që vini thonë që nuk mjafton, kemi një gjë, kemi një hall të gjithë bashkë sa jemi, punojmë së shtetit tu. Mënyra si funksionojmë, kuadri ligjor mbi cilin ne funksionojmë, nuk na e bën të mundur të parandalojmë këtë që ka gjetë spaku. Më vjen turp të marr rrogën kur shikoj se çka ndodhur në 2025-ën. Në një kohë që unë duhet ta kisha parandaluar, to duhet më thoje ti. Po ti ose ke këtë shqetësim. Ti vjen me një raport këtu, të mrekullueshëm, gjithçka në rregull, gjithçka funksionon. Ka një gjë të vogël, edhe ndonjë gabim të vogël mund të kemi, por nuk është kështu. Kjo është arsyeja për çfarë jemi mbledhur, për çfarë duhet diskutojmë. Do të bëjmë një rezolut, do të lëmë ca detyra ne, bazuar mbi çfarë? Mbi këtë? Asnjë gjë, këtu është çdo gjë në rregull. Asnjë detyrë s'keni çamë të vazhdoj puna kështu siç është dhe është në rregull. Po s'është kjo situata. Kështu që zoti kryetar, që në fund fare të japim pak thelb këtij debati për ditë premte në pisht vapës. Besoj bim dakord që ka e gjë që nuk shkon, dhe më racionale se kaq
Kjo mbledhje një fije racionalitet që t'i vejmë është kjo. Ç'a folëm ne? Një pikë racionaliteti t'i japim kësaj mbledhje. Gjërat nuk janë siç thot raporti. Gjërat janë krejtësisht ndryshe. Një pyetje kam, e vetmja pyetje dhe se kam për këta, e kam për ty edhe për gjithë ne sa jemi këtu. Do ndërmarrim në një veprim ne që të përpiqemi të paktën të ndryshojmë gjërat nga realiteti? Sigurisht që jo.